Klevin, Partia Demokratike, lista, objektivi, si të qëndron ty logjika në analizën e argumentave që ke dhe Gjersa garën, thash në fillim që besoj të forcat e reja që do marrin mandate, nuk preferoj të flas tani për sa mandate ose të vendos një numër të caktuar mandatesh, se më dalin shumë, pas se dalin 50 mandate të tjera. Nuk të thash të vendosësh mandate, unë po të them që ndron logjika sipas teje e argumentave që Partia Demokratike ka për të pretenduar 19 mandate në Tiranë. Më duket e vështirë, ka marrë duke qenë se 17-2021-shin, mund të përkthehen në 18 nëse llogarisim 37 mandate, një mandat më shumë për Tiranën, kërkon 19. Një prej tyre që e përmendi Romiri në fillim, pragmatizmi i votuesit shqiptar. Dhe në kushtet kur në këtë listë që kemi, ndryshe në krahasim me listën tjetër që të gjithë kanë çfarë të ofrojnë te qytetari dhe ministrat janë favorizuar se kanë vendet e punës, të tjerët që janë në administratën, bashkia ka administratën e bashkisë, të tjerët premtojnë dhe kanë çat premtojnë se janë në pushtet, nga krahu i PD-s është më vështirë se do votojnë për idealizëm, se nuk kanë marrëdhënie pragmatiste dhe klienteliste në këtë aspekt. Kështu që për idealizëm dhe përveç bashkisë së Kavajës që nxjerr kandidatin Arnold Karichin, pastaj që besoj që e merr, duke qenë se është bashkia e Kavajës, e ka një farë klientelizmi nëse mund ta cilësojmë kështu. Ilir Ali Mehmeti për ideal, që besoj që sërish është i sprovuar dhe ai, gjithashtu edhe Grigel Smuçollari, besoj që mund të bëjnë diçka. Pastaj Ilir Meta dhe 4 janë, nëse flasim për 17 dhe janë 6 nëse flasim për 19, apo jo? Ilir Meta dhe Shpëtimi Drizi më duket... Nëse flasim për 19 mandate. 5 burra. Shpëtimi Drizi më duket e vështirë për ta marrë mandatin e tij, duke qenë se janë konsumuar te qytetari, por pa i dhënë gjë në këmbim, sepse gjithë të kohë në opozit, të qenë në opozit nuk e çfarë i ofron. Ilir Meta pastaj besoj që do ruaj një farë elektorati në besnikët e tij, njerëzit e tij besnik, por edhe Ilir Meta ka të vështirë që të marrë mandatin e tij, në mendimin tim. Pastaj në Gratë besoj që paktën sipas primareve, Jorida Tabaku, edhe pse ka dhe figura tjera që i përmendi dhe Arditi, po